sa pëmbërim në shpellën e plumbasit. Një tjetër thesar i Tiranës son të bukur. Një tjetër vend atraktiv ku mund të kaloni një super ditë. Nga fshati Plumbas, rreth 2 kilometra shteg, ndodhet kjo mrekulli. Shpella e Plumbasit, data 27/5/2025, dhe jo për rasti, jo për koincidencë, po sot mendova të udhtoj me këtë bluzë, me një ndër aktivitetet e para të shoqatës Maraton Albania me arteren e Arbërit, ku mbi 84 atlet udhtuan nga Tirana në Dibër 116 km dhe etapën e dytë nga Dibra deri në Shkup 166 km. Një super eksperiencë, tashmë e kemi kthyer edhe në libër. Një libër që do të mbetet në përjetësinë e muzeut të shoqatës Maraton Albania. Arterja e Arbërit, një bluzë me peshë, një bluzë që mban kujtime, dhe mendova ta rikthej në memorian sportive të gjithë zonjave dhe zotrinjve sportistë që morën pjesë në ata aktivitet, në ata rrugtim normale, në rrugën autentike të Arbërit. Nga unë Leo, nga shpella e Plumbasit, Tiranë, ju përshëndes dhe ju uroj një super ditë në vazhdim. Dojmë të hyjmë në shpellë. Kjo shpellë nuk është e thellë. Një ndër më të thellat që janë në rrethin e Tiranës është shpella e mbytjes, ose shpella e fshetë, siç njihet dhe nga vendasit, për arsye të rrugës dhe destinacionit të vështirë për t'u gjetur. Kjo shpellë është rreth 80 metra e thellë, kurse shpella e mbytjes është 160 metra e thellë dhe ka një pamje spektakolare. Për arsye të errësirës nuk po vazhdoj më tutje, po është rreth 30 metra akoma dhe aty mbaron. Rikthehemi për të bërë një zbritje të vështirë, një segment që të çon në lumin e Erzen. Dita e bukur, pamja spektakolare. Vazhdojmë me një zbritje relativisht të vështirë drejt lumit Erzen nëpërmjet shtegut që shikoni poshtë.
Ma përse kaq nuk mund t'i afrohemi dot kanionit e Erzenit me një forcë të papartur, mblidhet dhe lëshohet. Edhe pak, ha? Adrenalin në kanionin e Erzenit, ku pa diskutim duhet shumë kujdes në këtë rrugtim për arsye të terrenit të vështirë për të arritur deri këtu. Këshillohet ta vizitoni këtë perlë të natyrës, po pa diskutim me njerëz që e njohin mirë këtë zonë. Fantastike. Jemi në një lartësi të konsiderueshme. Fillojmë ngjitjen. Kjo është një ngjitje që duhet shumë kujdes. Kputucët duhet të jenë mali ose atlete specifike mali për terrene të tilla të egra. Dhe si që do tradita, në vendin më të bukur, në peizazhin më magnitës, vjen ajo dollia e sportistit me ujin spring. Spring në çdo hapmene, spring bashkëkombëtar në këtë sport të bukur që ne zhvillojmë. Gëzuar spring dhe e meriton dhe kemi nderin të jemi bashkë në këto terrene të vështira, po të bukura pa diskutim. Gëzuar! Nuk është thjesht ujë, është sa pjesën tjetër ne e ruajmë, sepse rrugtimi vazhdon për të parë të tjera vende atraktive që janë në kanionin e Erzenit.